Rikthehemi së bashku në transmetim të drejt për drejt. Jam në studio me zotin Besim Drejgjoni, kryetarin e shoqatës së të përndjekurve politik. Do të flasim për protestën në ditën e 26, është kjo e sotmja. Përshëndetje zotin Drejgjoni, mirë se vini. Përshëndetje dhe mirësjellëgjeta dhe faleminderit për hapësirën që na jepni në këto ditë bukura që po jeton shoqëria shqiptare. Janë ditë të bukura vërtet? Janë ditë bukura, ditë qeta, ditë gëzueshme, ditë reflektimi. Për ne antikomunistët dhe të përndjekurit politik, kjo është dita më e pritshme e lirisë. Kemi kalu një periudhë post-diktatoriale të barabartë me diktaturën, kurse ka 25 ditë që ndihemi qytetarë të lirë në vendin tonë. Qytetarë të lirë se rinia shqiptare vrau frikën. Qytetarë të lirë se rinia shqiptare e qojnë pjedestalin botror kombin shqiptar. Sot bota na njeh si qytetar që dim protestojmë, si qytetar që kemi kulturë, si qytetar që mbrojmë mjedisin, si qytetar që duam lirinë, si qytetar që i shërbejmë kombit ton pa pasur, pa u tutur ndaj një diktature staliniste që është instaluar në Shqipëri gjatë 35 viteve. Zotin Drejgjoni, në këtë studio shpeshherë kemi paragjykuar qëndresën të heshtur të qytetarëve shqiptar në vite në raport me politikën dhe atë se çfarë ka ndodhur qytetarëve shqiptar. Sot, pas kaq shumë kohësh, ne transmetojmë. Sot është protesta e 26 dhe sigurisht që ne kemi transmetuar çdo ditë. Nga dita e parë deri sot që flasim dhe do të vjojmë ta bëjmë këtë gjë në transmetimet tona maraton. Çfarë ndodhi? Pse shqiptarët zgjodhen në këtë moment të protestojnë në këtë formë? Dgjoj, shoqëria shqiptare ka kalu nga një periudhë diktatoriale në një periudhë post-diktatoriale e cila po ndërtonte formalisht demokracinë me metoda diktaturës, me metoda staliniste. Fatkeqësisht na u gënjym 90-ën. U gënjym kur ndigjoshim sloganin poshtë komunizmi, kur ndigjoshim sloganin do shkojmë e dum Shqipërinë si Europën, kur realisht Shqipërinë si Europën nuk mund ta lejoshin dy parti komuniste e cila njëra formalisht u formu duke u quajtur Parti Demokratike, formalisht, por e drejtu nga komunistët dhe ish komunistët, dhe partia tjetër, Partia e Punë Shqipërisë, e cila u bë bashkëveprimtare për krah kësaj partie që u quajt antikomuniste, ku realisht nuk kishte asnjë lloj lidhje me komunizmin. Dhe këtu gjithë shoqëria priste me dëshirën më të madhe që ndryshimi i demokracisë në Shqipëri do të sjellë një civilizim, do të sjellë një kulturë demokratike, do të sjellë një shtet drejtës, do të sjellë një shtet kombëtar, do të sjellë një shtet që do të penalizojë krimin edhe do të shpalli vizionin për të ecur përpara Shqipëria. Por çfarë ndodhi? Këta dy parti, Partia antikomuniste që u quajt Partia Demokratike, që sot është opozit, u bë bashkëudhëtare me Partinë e Punë Shqipërisë, me atë parti që kishte vrarë 6.000 shqiptarë, me atë parti që kishte shkaktu shqiptarëve 914.000 vite burg. Dhe ligji i parë anti-shqiptar që bën këto dy parti në 91-shin ishte ligji 7501 që u merrte pronën shqiptarëve dhe mund ta përdorte pushteti për interesat tyre, siç e kanë përdorur gjatë 35 viteve. Zotin Drejgjoni, sa ngjashme është kjo protestë në optikën tuaj me atë të lëvizjes studentore të 90-s? Lëvizja studentore, unë kam qenë prezent në atë kohë, kam qenë nuk kam qenë një drejtues por kam qenë pjesëmarrës aktiv në ato ditë. Gjeni ju ngjashmëri në këto dy protesta? Vetëm 4 ditë të protestave të studentëve, 8 deri me 12 dhjetor. Me 12 dhjetor komunistët krijuan partinë politike edhe e shuan
atë protest studentave dhe ndoqën rrugën e pushtetit dhe jo rrugën e demokratizimit vendit. Okej. Sa të nevojshme ka kjo protest sot të dalë me një formacion politik për të shuar të gjithë zërat se nesër kjo protest mund të shuhet si pasoj e presioneve dhe intimidimeve të mëdha të politikës sotme, majtas ose djathtas qoftë? Ju jeni tri, nuk e kuptoni diktaturën staliniste. Ne që e kemi provu diktaturën staliniste e dim. Këto dy parti në Shqipëri janë tipike staliniste, formalisht quhen demokratike, socialiste, se këto kanë rru vetëm emrat, jo ideologjin, dhe këta gjithë luftën e kanë. Pse kërkojnë të kthehet lëvizja një forcë politike? Kërkojnë që ta shuajnë protestën. Kërkojnë që duke kriju një forcë politike nga kjo protest mbar kombëtare, nga kjo organ i lirisë, i trive dhe treve shqiptare, kërkojnë që këto të jenë autor edhe në zhvillimin e Shqipërisë re, për arsye se këto janë diskreditu botrisht si parti. Po, a ka gjasa ti mbjetoj, t'ju a bëj pyetje ndryshe edhe për ata që na ndjekin. A ka gjasa pastaj që nëse kjo protest sot, që kulmon në ditën e 26, nuk del në një formacion politik, ti mbjetoj kohës, ti mbjetoj politikës, ti mbjetoj presioneve dhe të bëj dhe rëzimin e kësaj majorancës si kundër pretendohet në kërkesat e qytetarëve? Dëgjoni, misioni është më i madh se forca politike. Misioni i lirisë, misioni i zhdukjes së ideologjisë staliniste nga politikbërja shqiptare. Unë e kuptoj Shqipërinë e re si që kuptojnë 33-at. Unë nuk e kuptoj Shqipërinë e re me pjesëmarrjen e Edi Ramës dhe Sali Berisht në politikbërje. Për arsye se ata kanë 35 vjet që e kanë kap Shqipërinë për fyti edhe nuk e lajnë as demokratizohet, as të heci përpara. Tani, misioni i kësaj rinie është që të hiqet diktatura postkomuniste në Shqipëri. Si do të hiqet? Se deri tani kemi parë disa qëndrime të zotit Rama që jo vetëm që nuk kanë dhënë një sinjal pozitiv për t'ju përgjigjur disa kërkesave të protestuesve, madje i ka fyer ata, ka mbajtur qëndrime shumë të forta duke edhe sulmuar në një farë forme protestën dhe protestuesit. Si rrëzohet kjo majorancë? Me këtë protest, në çfarë forme? Kjo është protesta më madhështore. Kjo është protesta është protesta e gjithë përfshirjes shqiptarëve, kudo që janë shqiptarë. Si mund të ndigjoni, keni parë në një shtet evropian, kur protestohet për drejtat dhe liritë e njeriut, dhe i kryeministri atij vendi të fynë protestuesit. Kjo ndodh vetëm në Shqipëri, se ky kryeministri i vendit është përbus, është përçmus, se vjen nga një familje politike gjelate që i ka shkaktu kombit tragjedi mbi 50 vjeçare. Prandaj edhe ky sulmon, por diktaturat kanë fund hidhur. Edhe këto diktatura... Keni thënë dhe në shkrimin tuaj këtë gjë. Këto diktatura në Shqipëri kanë një fund hidhur. Është fundi hidhur i kësaj klase politike. Shqipëria re do të demokratizoj Shqipërinë. Dorëheqja e Edi Ramës, sado që të vonoj dorëheqjen kryeministri... Ju e besoni që do të ndodhë ky proces? Po do të ndodhë që zban, se urganit popullor nuk mund ta përballojsh. Është një urgan lirie, është një urgan që i ka kthy shpresën shqiptarëve, i ka kthy demokracinë shqiptarëve, i ka kthy pluralizmin shqiptarëve. Më fal, çdo natë që jepni ju, aty ka diskutime nga gjithë anët, aty ka problemet shoqërisë shqiptare që çdo natë bëhen prezent nëpërmjet televizionit tuaj para gjithë botës. Dhe prandaj sot më ka sill një gëzim të veçantë deputetja Parlamentit Evropian, deputetja Gjermane, e cila ditë në hanë do vi këtu. Ka premtuar që do të jetë aty. Për çfarë vjen ajo? Ajo vjen të përkraj protestuesit. Për çfarë i përkra? I përkra se protestuesit kërkojnë liri, protestuesit kërkojnë shtet drejtës, protestuesit kërkojnë demokraci, protestuesit nuk kërkojnë pushtet. Pushtetit vihet mbas ligjeve. Dhe më bëri përshtypje dje shumë të keqe, kryetari i Partisë Demokratike
i cili tha ndryshimet bëhen me kushtetut. Si nuk kanë turp këto dy drejtues partije në Shqipëri që e kanë bërë kushtetutën nga viti 1998 që është aprovu, deri në 2025 në vjet, e kanë shkatru kushtetutën për interesa pushteti politike dhe se kanë lënë kushtetutën vetëm formalisht kushtetuta jonë quhet demokratike. Prandaj, lëvizja mbar kombëtare për me sjell demokracinë kombit shqiptar, për me sjell civilizimin, për ta çuar drejt Europës. Më fal, kanë 35 vjet të di parti që nuk e kanë dërguar Shqipërinë në Europë. Për 25 ditë këto protestuese e dërguan Shqipërinë në Europë. Dhe kjo është e dukshme për izvërtetës sepse reagimet e europarlamentarëve kanë qenë të shumta, por reagimet e ndërkombëtarëve kanë qenë të pakta.